Historia e Marselës avokate është si historia e shumë avokatëve të tjerë. Marcela me 2 diploma, studiuar në Itali, hapi një zyrë të vogël notarie këtu në Tiranë, e pamundur për të mbijetuar, me tarifat e larta dhe kuotat e larta që duhet paguante për urdhrin e noterëve, me një konkurrencë shumë tash për me dosje që vazhdojnë në gjyqe për vite që nuk shohin rezultat. Marcela, nënë e 2 vajzave, e pati të pamundur edhe si rezultat i ligjit profesioneve të lira, të cilin megjithëse është zgjuar në gjykatë kushtetuese, vazhdon sot të aton ato që kanë 2 dhe 3 klientë njësoj si më parë me taksa të rritura, një ligj i cili në mënyrë abuzive nuk zbatohet. Historia e Marselës është historia e shumë avokatëve, që e nisin ditën shumë herët, e përfundojnë shumë vonë, e nuk arrin dot që të çojnë një të ardhur dinjitoze në familjen e tyre. Është historia e shtresës mesme në Shqipëri, është historia e shumë profesionistëve, të cilët me punë të ndershme nuk ja dalin dot. Dhe ne këtë duhet të ndryshojmë. Për Marselë, për 2 vajzat e saj dhe për shumë avokate noterë të cilët me dinjitet duhet të ecin përpara. Këtë histori duhet të ndryshojmë. Historinë e njerëzve të punës, të vendosim ato në qendër, të japim prioritet punës tyre.